Në një intervistë për Dialog Plus, media shqiptare në Zvicër, kryeministri Edi Rama shprehur se presidenti i ri i Shqipërisë mund të jetë edhe nga diaspora. Këtë nuk e ka menduar, por faleminderit se më dhat një ide. Nuk e përjashtoj asnjë mundësi. Kandidati mund të jetë edhe nga diaspora. Në këtë intervistë, Rama është ndalur në situatën politike në Ballkan dhe rreziku i ndryshimit të kufive, mbi rritjen e ndikimit rus, marrëdhëniet e Shqipërisë me Turqinë, si dhe mungesën e vizionit strategjik të Bashkimit Evropian në rajon. Për klimën politike në Ballkan, kryeministri Edi Rama shprehet: Vetëm Shqipëria ka mbetur oazë stabiliteti dhe që nuk ka arsye të ketë krizë pavarësisht protestës së opozitës. Nëse mbyllet perspektiva europiane, nëse dështon antarësimin në Bashkimin Evropian, atëherë në Ballkan hapet debati për kufit. Për atë që Shkopi e konsideron platformën e Tiranës, Rama thotë se ka patur kënaqësinë të ndihmojë komunikimin mes partive shqiptare, por nuk ka qenë pjesë e hartimit të kësaj platforme. Për marrëdhëniet me Erdogan, kryeministri thotë se Turqia është partner strategjik, por destinacioni i është Bashkimi Evropian. I pyetur nëse ka patur presion për të mbyllur institucione të ndryshme të cilat qeveria e Turqisë i akuzon si gyleniste, Rama thotë se marrëdhëniet me Turqinë janë shumë miqësore, nuk është një marrëdhënie që është ndërtuar me presione. Kryeministri viziton të premten Zvicrën, që e cilëson një vend monoton, term që e shpjegon kështu: Unë flas për monotoninë e demokracisë funksionale dhe në këtë rast jam si dhelpra që nuk arrin dot rrushin dhe thot, s'mëhahet. Por patjetër që Zvicra është një planet tjetër. Pikërisht për këtë fakt ta mbyllim me atë konkluzionin ton se më mirë kjo rrëmuja jon gazmore se sa monotonia vdekjeplurëse e Zvicrës. Rama premton se shpejt do të ketë një linjë ajrore mes Zvicrës dhe Shqipërisë, që shqiptarët ta kenë më të lehtë të vizitojnë atë dheun e tyre.